Përshëndetje, Dr. Berisha, mirëserdhjen, mirëditë. Unë jam Roland Doda, nga Malet, banues në qytetin Rroshenit, aktivist, antar, kontributor i Partisë Demokratike brenda dhe jashtë saj. Madje kam marrë pjesë në fushatën në veriun e Italisë, në gjitha takimet tuaja. Në Milano dhe në Brescia edhe në rolin e organizatorit, bashkë me tjerë, jo vetëm. Kuptohet, dhe kemi një rezultat surprizues. Kisha dy pyetje, me gjithë se të dyja u preken. E para, kjo foltore 2, unë jam si stash një pjesëmarrës si foltarës parë dhe të stadiumit, gjithkund se ta që më njohin e din, edhe shumë prej tyre, dhe pëthuj se shumica e demokratë e militar, mos ka për qëllim, dhe do zoti tjetë ky qëllim radikalizimi i opozitës, i Partisë Demokratike, i opozitës dhe shportin e këtij regjimi, pyetja e parë. Pyetja e dytë ishte ajo që e zaurut ju për zgjedhjet brenda partisë, është një gjë shumë e mirë besoj, që të bëhen zgjedhjet, çik të vonume janë, po s'ka problem, ma mirë vënë se kur. Edhe është e fundit fare për ta mbyllur ajo që coke sot, Mirdita me shku në kufit etnik, se si thotë e fjala, nuk pat Shqipni, pat Mirdit se pat Shqipni, nuk ka Shqipni të madhe, pa Mirdit të madhe. Faleminderit. Kjo foltore e ka një qëllim, betejën vendimtare për të përmbysur këtë regjim. Nuk e fsheh fare. Para dhe vetëm një rrugë jona. Ne kemi një armik përpara, i cili ne merr votën, vullnetin ton dhe bën çfarë don me të. Kemi një armik përpara që po e shkreton këtë vend më shumë se çdo pushtues tjetër. Kemi një armik përpara që futi ligjin e shkatrimit të familjes. Dhe unë ju them, çdo kombe ka mbajtur familja, por ne shqiptarëve më shumë se të gjithë kombet tjera. Se kemi qenë kombë gjysmë jetim, me shumë probleme, me pushtimet gjata, me tjerë, por ajo që ka mbajt këtë kombë edhe familje, edhe këto 30 vite. Imagjinoni ju se që kanë bërë për familjet, qindra mijëra shqiptarë, puno atje, dërgo paret këtu, mbaj njeriu këtu, ndihmoj me ilaçe, ndihmoj me rroba, ndihmoj me gjë. Ka qenë kjo siguracioni më i madh që shqiptarët kanë njohur ndonjëherë. Tani ky ka miratuar këtë ligj. Këtë ligj që kërkon të shkonfigurojë shoqërinë tonë, qelizën, themelin e saj, familja. Ju e dini vetë, a keni pa ju ndonjë ndryshim në qëndrimin e tij ndaj Kosovës nga patroni i tij Vučić? Absolutisht asnjë qëndrim. E kam këtu në konferencë ndërkombëtare që mburret thotë. Unë thot me kryeministin e Serbisë merrem vesh shumë mirë. Me të Kosovës nuk merrem vesh. Po çfarë ka bërë ty kryeministi i Kosovës? Çfarë shqiptar jeti jam apo jo? Çfarë ka bërë ty kryeministi? Çfarë të ke pati nga kryeministi i Kosovës? Shërbëtor i shpifur i Beogradit. Ç'punë ke ti me kryeministin e Kosovës? Nëse mund ta ndihmosh, se ndihmoj, atëherë shumë më mirë se ne, ju garantoj ju. Shko bini naftën në Kosovë. Shko shifni si rritën rroga dhe pensionin në Kosovë. Shko shifni ligjin në Kosovë. Shko shifni sistemin e drejtësisë në Kosovë. Janë shumë më mirë se ne. Dhe ky me mburrje ky kozmopoliti, se unë me kryeministin, me Vučićin që i akuzohet për krime kundër njerëzimit, merrem vesh shumë mirë.
kurse me kryeministë e Kosovës nuk merr vesh, se donte ta shtonte në vasal, pse ishte bërë vetë vasali i Vučićit, bëj edhe Albini vasali i Edi Ramës, apo Ramushi apo të tjerë. Pra, gjitha këto i kemi detyra tani. Ne i kemi kryer pjesë të mirë të detyrave, tani detyra jonë është të forcojmë këtë parti me frymë demokratike, me debat, me vlera, dhe të përballemi në betejën tonë vendimtare të shpëtojmë Shqipërinë. Kjo është prova jonë. Zgjedhjet brenda partisë do të bëhen këtu, ju do përcaktoni, sikundër ja them unë ju që zgjedhjet do bëhen në të gjithë nivelet, nga kryetari i partisë e gjerë tek kryetari i seksionit. Po, pa diskutim, do jenë antarët e asgjë tjetër s'do mund të përcaktoj përveç vullnetit të antarëve të Partisë Demokratike. Jo. Ne kemi një libër, kemi një statut, ati përmbahemi ne. Kështu që edhe ai që don Sali Berishën, dhe ai që se don Sali Berishën, do ketë mundësi të shkojë te kutia e votimit, votoj. Po ama. Në një kohë kur ne fillojmë, jemi në një betejë për riorganizimin, rivitalizimin e partisë dhe përgatitem për betejën e re. Del anash dhe thua se po pse del anash ti? Ja ku je? Është antar kryesie. Ka çdo mbledhje ka patur të drejtë dhe do ketë të drejtë të thotë ç'të doj. Po ti kur s'flet kryesi, s'flet atje ku është i ngarkur dhe shkon dhe merr njerëz të pakënaqur. Shohu njerin aty, më çon mesazh një demokrat. Doktor thot, a e pe Shuaipin aty? Shuaipin thot, e ka çuar me detyrim Fred Xhaferi. Po ku është Fred Xhaferi? Sot Fred Xhaferi është shqiptar i Baramit, i Haramit, Harambegës. Po, tani me këto do merrim, s'merrim me këto ne. Ne merrim, çfarë ke zotëri? Je antar i partisë, je i lirë, ke të drejtë të shprehësh çdo mendim. Ama në kulmin e krizës së dyshes Rama Balluku të mbushi studiot me këtë lajm, u ke borxh demokratëve pastaj. Ke borxh lërnjet. Sa ata çfarë bëjnë? Ata bëjnë gjithçka. Ai pa gazetar sot, rrethur, pyetje. Po ju keni hall tjetër, më thash. Ju keni hall me shkuar në studio dhe me fol për këto, mos me fol për Lubinën dhe për Ramën. Po ne flasim me një parti e hapur, shpjegojmë njëri me fol, çfarë të doj, të thoj, të bëj, të votojnë dhe proj. Pastaj me takime private nuk zgjidhen këto. Jo. Ne jemi parti e forumeve. Jemi parti, nuk kemi lëvizje, nuk kemi aktivist. Jemi parti politike. Faleminderit. Po, zotëria.